Është I njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është Laboratori Olive. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Olive kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është Laboratori Olive. Beso në më të mirët. Olive. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higien dentare, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menaxhment, juridik, shkenca politike, gjuhë angleze, gjuhë gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive. Jeni me Dr. Plus të ndëruar shikues, bashkë po takohemi edhe këtë të diel, si gjithmonë këtu në Klan Kosova. Sot do të cilëm një temë tjetër interesante që po e trajtojmë për herë të parë në kuadër të emisionit tonë. Fjala është për biokimin klinike dhe gjitha informatat kryesore dhe ato më të rëndësishmet që duhet t'i keni parasysh në kuadër të kësaj fushe. Gjithsesi, përmes mendimeve dhe informatave të dhëna nga specialistët mjekësor më të mirë në vend. E shohim materialin e parë të përgatitur për sot dhe kthehemi në studio për të vazhduar me intervistën kryesore. Në fushën e biokimisë klinike, një funksion të rëndësishëm ka edhe metoda e elektroforezës, e cila ndihmon në diagnostikimin e sëmundjeve të ndryshme. Edona Halili, laborante në kuadër të laboratorit Olive, na tregon në detaje se çka është elektroforeza dhe cilat janë shërbimet të cilat kryhen përmes saj. Elektroforeza si metodë, domethënë, është një ekzaminim laboratorik që mundson monitorimin dhe diagnostifikimin e sëmundjeve të ndryshme. Sipas saj, domethënë, objektiva e saj është në ndarjen apo separacionin e saj në mënyrë kuantitative dhe kualitative. Me ndarja ajo ndahet në 6 fraksione, fraksionin e albuminave, alfa-ne globulinave, alfa-2 globulina, beta-ne dhe beta-2 globulina, si dhe gamma-globulina. Çdo rritje, domethënë, në këto fraksione mund të na jap informacione të shumta për diagnozë të sëmundjeve të ndryshme. E duke qenë kjo një metodë shumë efikase, konsiderohet të mos jetë shumë e kushtueshme në krahasim me funksionin që ka e sëmundjet që diagnostikon. Varësisht me çfarë metode punohet, mirë po tek ne është një procedurë mjaft e thjeshtë, pasi është full automatike dhe është dizajnuar posaçërisht për me kriju një automatizëm të plot që na mundson domethënë një rezolucion shumë të mirë të ndarjes dhe gjithashtu edhe një rezultat sa më të shpejtë. Gjithashtu nuk është shumë e kushtueshme duke u bazuar në sëmundjet që ajo i diagnostifikon. Po cilat janë llojet e elektroforezës? Ka lloje të ndryshme të elektroforezës, ato mund të ndahen në elektroforezën elit, elektroforezën zonale, elektroforezën izoforetike, elektroforezën dy drejtimshme dhe elektroforezën kapilare, metodë kjo e cila punohet tek ne dhe është një prej metodave më të avancuara laboratorike. Laborantja Halili për Dr. Plus ka treguar edhe se cilat janë sëmundjet që diagnostikohen përmes kësaj metode. Zakonisht kjo metodë kërkohet nga mjekët për me diagnostifiku sëmundje neurologjike, sëmundje hepatologjike dhe sëmundje të veshkave, si dhe disa lloje të kancereve. Gjithashtu në rast se ka një nivel të rritur të proteinave totale në serum, ose ka domethënë sedimentacion të rritur, gjithashtu edhe tek rastet kur ka infeksione të përsëritura, tek sëmundja siç është ciroza e mëlçisë dhe në raste kur kërkohet një eksplorim për osteoporozë. Përmes kësaj procedure me efikasitetin më të lartë realizohet edhe një prej analizave më të kërkuara.
Procedura do të thotë fillon prej marrjes së gjakut, mostra mund të mirë domethënë në serum, në urinë dhe në gjak të plot, ku përveç elektroforezës së proteinave mund të punohet edhe elektroforeza e hemoglobinës. Metodë kjo që domethënë mundson diferencimin si dhe diagnozën e anemive, duke i dalluar ato nga ato të lindura dhe ato të fituara. E se sa duhet pritur deri në marrjen e rezultatit final të analizat që realizohen përmes elektroforezës e kuptojmë në vazhdim. Si që ceka edhe më herët që metoda është full automatike, kështu që nuk kërkon shumë kohë. Pasi bëhet ndarja e gjakut sipas standardeve, ajo vendoset më njëherë në aparatur dhe sigurisht si metodë nuk zgjat tepër, duke cek prej fazës preanalitike deri tek ajo postanalitike mund të zgjat 1 deri në 2 orë. Saktësia e rezultateve në këtë analizë është mjaft e madhe, pasi që ndarja, domethënë sipas fraksioneve, mundson arrihet me një rezolucion mjaft të lartë. U rikthym në studio të nderuar shikues për të vazhduar me intervistën kryesore për sot. E të ftuar kemi doktoreshën Vlora Kutlovci, biokimiste klinike, me cilën do të flasim për një temë që po e trajtojmë edhe për herë të parë në emisionin tonë Doktor Plusi, që është fjala për biokimin. Doktoresh, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranut ftesën me qenë mysafire jone sot. Doktoresh, cili është kuptimi, çka nuk kupton biokimia klinike si tërësi? Biokimia klinike është lëmia e mjekësisë, studion në proceset kimike që ndodhin në organizmin e gjallë, domethënë bën matjen e proceseve që ndodhin në organizëm duke përfshirë karbohidratet, proteinat, lipidet, mineralet, të gjitha këto bëhen nëpërmes të analizave. Ka një rëndësi, është një fushë që i takon diagnostikës në mjekësi dhe luan një rol të rëndësishëm. Apo kur jemi te diagnostika, doktoresh, pikërisht cila është rëndësia në këtë rast e biokimisë, konkretisht e analizave në diagnostifikimin e saktë të sëmundjeve të ndryshme? Analizat janë shumë të rëndësishme, domethënë për përcaktimin e sëmundjeve, në diagnostikimin e sëmundjeve. Disa prej analizave nuk jemi domethënë përfundimtar ne që japim diagnozën, po jemi një ndihmë e madhe duke i bashku dhe metoda tjera diagnostikuese që marrin pjesë në diagnostikimin e sëmundjeve, ndërsa të disa të tjera qoftë infeksionit apo që janë disa më urgjente, marrin, domethënë bëhet një diagnozë më shpejt, po duke qenë çdo herë si mjet diagnostikues plotësues. Po, doktoresh, një pjesë tjetër që bashkërisht edhe diskutuam paraprakisht është edhe përgatitja e pacientit në aspekte të ndryshme, duke filluar nga aspekti informues, psikologjik e kështu me radhë. Sa i kushtohet rëndësi përgatitjes së pacientit në aspekt të dhënies së informatave të duhura, sa i përket të realizimit të analizave të ndryshme, domethënë ato informata bazë që duhet të kenë parasysh, edhe sidomos po flasim të analizat që janë më të komplikuara. Nëse dojmë të marrim një rezultat sa më të saktë, atëherë përgatitja e pacientit është shumë e rëndësishme, sidomos te përgatitja e pacientit që bëjmë analizat që lidhen kryesisht me metabolizmin, qoftë yndyrnat, sheqeri, hormonet, pacientat tani më veç kanë filluar të vetëdijsohen, marrin konsulta paraprakisht para se të vinë dhe të bëjnë analizat, mundohemi me i qenë pranë pacientit me konsultat e tona qoftë nga ana jonë si biokimist klinik, po edhe nga ana tjetër e teknikëve laborant që ose në zakonisht jemi në marrëveshje edhe me recepcionistët, e din kur duhet se jo çdo herë na jemi në kontakti i parë me pacientin, sidomos në institucion të madh ku na punojmë, ku unë punoj në atë laborator, është një vije komunikimit ndryshe me një laborator të vogël, po çdo herë është komunikimi mëse
mirë për pacientin dhe për neve si staf mjekësor. Po doktoresh, përmendet një zinxhir të bashkëpunimit në të drejtem, po kush mund të themi që ka të barën atë përgjegjësinë kryesore, që është adresa e parë, për t'ia dhënë pacientit informatat e duhura, po e marrim shembull në disa analiza të caktuara, nëse për shembull nuk duhet paraprakisht të ushqehet, të pi ujë ose aspektet të tjera. Në biokimistit klinik, sidomos kemi analizat e hormoneve që nuk duhet, është i rëndësishëm edhe aktiviteti fizik që mos të ndodhë për arsye se për një rezultat sa më të saktë. I jepet informacioni pacientit, bëhet konsultimi me biokimistin klinik, pastaj vazhdohet me tutje. E kur jemi te saktësia analizave, një tjetër pikë shumë e rëndësishme, cilët janë faktorët kryesorë që ndikojnë në saktësinë e rezultateve të analizave? Te saktësia e rezultateve e cekëm edhe më herët që është përgatitja, pastaj identifikimi i pacientit është shumë rëndësi, të identifikohet pacienti, nëse me numrin e identifikimit të pacientit bëhet dhe mostra. Kjo është i takon domethënë fazës preanalitike që para se na të marrëm mostrën dhe të vendosëm në laborator, janë procedura tjera, centrifugimi, pastaj mirëmbajtja aparaturave, kalibrimi aparateve, kontrolla dhe në fund përpunimi i rezultateve. Është një varg i punëve që vjen deri te një saktësi më e madhe e rezultateve. Po sa është i rëndësishëm, doktoresh, komunikimi i juaj këtë rasti biokimiste klinike me specialistët e fushave tjera të mjekësisë, me klinicistët e tjerë në aspekt të komentimit edhe vlerësimit të rezultateve të pacientëve. Me që edhe ju e përmendët, ekziston një listë e gjerë analizave varësisht nga fushat përkatëse. Komunikimi është mëse i domosdoshëm. Më parë, do me thonë, nuk ka qenë se ka ekzistu kjo komunikim. Insistimi më i madh bëhet nga biokimistët klinik, se neve na mundson shumë një komunikim. Sidomos kur të kemi të bëjmë me analiza që na interferojnë dhe terapia që pacienti pen. Po përparësi tjetër është e komunikimit të biokimistit klinik me klinicistin, e ndihmojmë një tjetrin. E ndihmojmë një tjetrin në vendosjen e diagnozës diferenciale, për arsye se mund edhe ti referohemi klinicistit për një diagnozë që të vendosëm dhe analiza tjera shtesë që ndoshta klinicisti nuk i din që punohen të ne, apo që do t'i ndihmon për diagnozën. Si dhe gjendja pacientit është shumë e rëndësishme të dihet edhe për ne, për arsye se na biokimisti klinike ka shumë pak mundësinë të marrë një anamnezë për pacientit, kështu që komunikimi mes nesh është shumë i madh, është shumë i rëndësishëm. Çdo herë insistohet më shumë për faktin e mirë apo të keq, t'ia lejmë kohës të vendos, po është insistimi i biokimisë klinike. Dhe me thënë biokimistit klinik më shumë se sa i vetë klinicistëve. Po, doktoresh, sa mendoni vlerësimi juaj personal gjatë praktikës së përditshme, sa mendoni që një praktik e tillë aplikohet në Kosovë, ose nëse aplikohet mjaftueshëm? Jo kënaqshëm, çdo herë është për të dëshiruar më shumë për të bënë këtë aspekt. Jo kënaqshëm, po kur punohet në atë drejtim, besoj që do ja dalim një ditë. Të ketë komunikimi më i mirë se që është për tani. Në institucionin tonë, do më thonë, është kjo komunikim, për arsye se kemi dhe klinicista tjerë që kemi dhe mjek familjar, ne komunikimin e kemi të ndërsjellë, edhe kjo na tregon për saktësinë e rezultateve dhe punën tonë të suksesshme. Po doktoresh, që të bëhen përmirësime të dukshme dhe efektive, patjetër që duhet të jemi të vetëdijshëm edhe për aspektet ku duhet të ndërhyjmë. Në mendimi juaj profesional, ku mendoni se janë mangësitë kryesore apo fushat që duhet kushtuar më shumë rëndësi në aspekt të biokimisë klinike? Në aspektin e biokimisë klinike është shumë e rëndësishme dhe të themi se dhe e nevojshme ta kemi një laborator referent, për arsye se në vlerat referente gjindemi në mënyrë individuale, nuk kemi një laborator referent shtetëror që i siguron vlerat referente, dhe kjo është
kur vlerat referente shkojnë sipas moshës dhe gjinisë, edhe për pacientin është për ta kuptuar më lehtë, edhe për klinicistin, edhe për neve që merremi me fushën laboratorike, kishte me qenë që një ditë të ardhmet mos jetë shumë e lartë, por të jetë sa më afërt, ta kemi një laborator referent që i siguron vlerat referente. Ne këtu i kemi vlerat referente tonat, po ato nuk janë vlera referente shtetërore, për arsye se vlerat referente caktohen sipas popullsisë ku jeton, kushteve tjetesës, kushteve klimatike, jo çdo popull ka vlera referente të njëjta, standardit jetësor, kështu që kena pezullar. Ajo është dëshira jonë, si mangësi e të mira tjera të laboratorit, të paktën janë çdo herë njeri synon me qenë mirë e ma mirë, kështu që ne punojmë në drejtim që t'i realizojmë synimet tona. Patjetër. Po doktoresh, të zakonshme janë edhe shqetësimet shëndetësore që vinë si rezultat i sezonës, e që po besoj aktualisht dhe fokusi është më tepër tek alergjitë. Cilat janë alergjitë më të shpeshta me cilat përballen pacientët tuaj, kjo në bazë të kërkesave për analiza që bëhen në laboratorin? Çdo herë me ndryshimin e temperaturave, sidomos tash në sezonin që jemi, në sezonën e pranverës, ekspozimi i popullatës në ambientin e jashtëm është shumë më shumë se sa gjatë sezonit së dimrit. Çdo ekspozim i organizmit, ndjeshmëria e organizmit është e ndryshme, domethënë është e veçantë për çdo organizëm, disa paraqesin një ndjeshmëri, disa më pak. Ata që janë më të ndjeshëm manifestohen dhe me reaksione që quhen reaksione alergjike. Tani për tani kemi më shumë në fokus alergjitë respiratore apo siç quajmë ne inhalatore, ndërsa alergjitë e ushqimeve ato paraqiten në vazhdimsi, domethënë varësisht nuk kanë sezon të caktuar. Ne këtu, domethënë se i punojmë kryesisht kemi për alergjitë inhalatore në këtë sezon më shumë. Po, cilat janë ato llojet e analizave, doktoresh, ndoshta që të informohen edhe gjithë pacientët që kanë shqetësime të tilla, cilat janë ato llojet e analizave që bëjnë më mirë dhe më saktë detektimin e alergjive? Varësisht nga lloji i tyre, kjo kuptohet. Parametër që na bën përcaktimin e alergjive në gjak është IgA totale, domethënë është imunoglobulin, që kemi nivelin e saj të rritur tek alergjitë si manifestim, pastaj edhe me hemogramin 5 diferencial, siç e quajmë ne, formule leukocitare që bën matjen edhe të eozinofileve. Eozinofilet domethënë janë leukocite të cilat rriten në momentin e reaksioneve alergjike. Ndërsa më specifike i kemi IgA specifike inhalatore dhe IgA specifike ushqimore. Te IgA specifike domethënë ajo është një miks i substancave të ndryshme, tash varësisht edhe so kemi ne kite, për shembull se brenda një reagencës mund të maten disa alergjine. Munden me qenë me 80 alergjene, munden me qenë me 100, më shumë. Kështu që nuk e përcaktojmë ne vetëm një alergjen, po përcaktojnë, domethënë i përcakton kompania që i bën përgatitjen e alergjeneve. Qoftë për inhalatore, e njëjta ndodhet edhe te alergjenet ushqimore, domethënë IgA specifike ushqimore, është një miks i madh i ushqimeve të ndryshme. Kështu që në rast se kemi domethënë alergjene, atëherë rezultati na del pozitiv, alergji, nëse nuk kemi të ato që i kemi, po alergjenet janë të shumta, ka alergjene me numër shumë të madh, kështu që problemi i alergjive do të ekzistojë edhe më gjatë se që mujme me bo zgjedhje ne, po domethënë varet krejt prej reagensave që përdoren. Prokurimit e kohëzgjatja e marrjes së rezultateve, doktoresh, po fokusohemi prapë te alergjitë. Sa mund të jetë minimalja dhe maksimalja e kohës, po flasim për të marrë një rezultat final të analizave që bëhen për të detektuar alergjitë? Po, në laborator ne i kemi, tani më veç kemi filluar me aparatura automatike, ku së pari ne i kursen kohën,
saktësia e rezultatit është shumë e madhe se sa që të punohet me dorë, se cili proceset e punës për të ardhur deri te një rezultat janë procese që nuk mund të shpejtohen për arsye se çdo analizë e ka kohën e vet edhe të inkubimit, si dhe temperaturën që punohet. Nëse me automatizëm të aparaturave, atëherë kjo fitohet pak më shpejt, saktësia e rezultatit, për arsye se eliminohen të gjithë vargjet e gabimeve që munden me na ndodh gjatë procesit punës, eliminohen, kështu që varësisht e kemi inhalatore, IgE specifike inhalatore apo IgE specifike ushqimore, brenda ditës gjithsesi se me rezultatin, po merr edhe për 3 deri në 4 orë. Se duke llogarit marrjen e mostrës, përgatitjen e mostrës, leximin, lëshimin e rezultateve, kontrollimin nga ana jon profesionale, kështu që po besoj që është një kohë e shpejtë prapë. Po një teknik tjetër moderne që aplikohet në fushën e biokimisë, po që kam përshtypjen që pak dihet për të, sidomos tek ne është edhe elektroforeza. Doktoresh, çka sakt është elektroforeza dhe cili është funksioni kryesor i saj? Elektroforeza, me elektroforezë do të them se bën kryesisht matjen e proteinave. Elektroforeza e ka procesi i punës së saj është pak më specifik. Ne proteinat mund t'i matëm edhe me aparate biokimike, mirë po proteinat kanë dhe fraksionet të tyre, si që janë, do më thonë, në kuadrë të proteinave hynë albuminët dhe globulinët. Globulinat ndahen në fraksione duke filluar nga alfa-1 globulina, alfa-2 globulina, beta-1 globulina, beta-2 dhe gamma-globulinat. Është procesi i elektroforezës, do më thonë, vepron në atë mënyrë që bëhet migrimi i grimcave të proteinave në një fushë elektrike me pH të ndryshme dhe punon sipas ngarkesës elektrike. Tek ne, tani edhe në laboratorin tonë, elektroforezën kemi filluar të punojmë me elektroforezë automatike, ngjajshme sikurse te alergjit, edhe kjo na eliminon mundësitë e gabimeve. Përmendi çdo herë ndoshta pak mundësinë e gabimeve, po në laborator është shumë e rëndësishëm të eliminohen gabime që mundën me na ndodh gjatë punës, jo me dëshirë që ndodhin ndoshta, po grupi i gabimeve shkon. Prej marrjes mostrave, identifikimit, procedurën si dhe na i shpejton një rezultat më të saktë për arsye se janë procedura që duhet kryen, qoftë koha e inkubimit, qoftë koha e leximit, kështu që është një përparësi shumë e madhe, si çdo aparatur tjetër të punohet me automatizëm, të punohet edhe elektroforeza me automatizëm. Përparësia jonë e laboratorit që kemi pas mundësi ta kemi në laboratorin tonë, kështu që tash të shpresoj që rezultatet do të jenë edhe më shpejt, do të arrijnë deri te pacienti. Mundësia edhe për klinicistin është më mirë se e merr një rezultat më shpejt se që e ka marrë përpara, kështu që përparësitë janë më të mëdha. Po sa ka kërkesa për një teknik të tillë, doktoresh? Ka kërkesa të mjaftueshme, për arsye se kjo është që është një ndihmëse e madhe edhe për klinicistin. Çdo herë laboratori ka veprimin e saj se është çdo herë në shërbim të klinicistit, pa njëri tjetri nuk mund me funksionu. Kështu që e mira e saj është që klinicisti e merr rezultatin më shpejt, merr rezultatin më saktë dhe bën diagnostifikimin e sëmundjes që ndoshta me metoda tjera i vyn kohë, ndërsa elektroforeza na i mundson pak më shpejt. Juve që përmendët, doktoresh, elektroforeza si teknik, si metodë tani më përdoret në kuadër të laboratorit Oliv, po sa në përgjithësi në Kosovë aplikohet një metodë e tillë, duke i pasur parasysh në fakt edhe gjitha përparësitë që juve që përmendët më herët? Ka pas raste kur është përdorur, po është përdorur më pak. Tani si çdo shkencë që zhvillohet edhe mjekësia, zhvillohet edhe fusha e laboratorit. Tani ka filluar të përdoret më shumë, se jam grupi i madh i sëmundjeve që vjen deri te mundësia e diagnostikimit më të shpejtë, duke përfshirë sëmundjet e
mëlçisë, sëmundjet e renale, si sindromat nefrotike, mieloma multiple, sëmundjet autoimune që i kemi shumë të shpeshta dhe ne në Kosovë, sëmundjet infektive që janë pa evitueshme dhe ato, kështu që ka dhe sëmundjet, i kemi dhe sëmundjet e sistemit nervor që bëjmë përcaktimin e pllakave monoklonale dhe oligoklonale. Është rëndësishme të përdoret sa më shumë për arsye se jep diagnostikimin më të saktë se sa metoda tjera. Doktoresh, ishin këto informata mjaft të vlefshme, po besoj edhe që po i trajtojmë për herë të parë në kuadër të Doktor Plus. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohën edhe që ishit mysafire jona sot. Faleminderit dhe nga ana juaj, ishte kënaqësi dhe për mua. Të nderuar shikues, ishte me ne doktoresha Vlora Kutlovci, biokimiste klinike, me cilën bashkë trajtuam aspekte shumë të rëndësishme të kësaj fushe. E tani kalojmë tek një material tjetër e që vjen nga Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Aty do të shohim bashkë me drejtorin e klinikës së biokimisë në kuadër të QKUK-s, doktor Shemsi Veseli, se si është gjendja aktuale në atë klinikë, cilat janë analizat që mund të realizohen e ato që nuk po mund të realizohen tash e sa kohë dhe arsyet prapa asaj. E shohim bashkë. Klinika e biokimisë në Qendrën Klinike Universitare tash në një kohë nuk po mund të ofrojë shërbimet e analizave të imunologjisë për pacientët e saj. Sipas drejtorit të kësaj klinike, Dr. Shemsi Veseli, gjithë kjo po ndodh për shkak të një problemi në mes të dy ofertuesve në tenderin e shpallur për këto shërbime. E se si mbeti klinika pa këto shërbime, e kuptojmë në detaje nga Dr. Veseli. Të them të drejtën, analizat e përgjithshme këto të biokimisë kryesisht janë duke punuar tash. Fatkeqësisht për momentin, domethënë nuk po mundemi të punojmë analizat e imunologjisë për shkak se kemi problem mes dy operatorëve që janë bë në procedura, domethënë tenderit ankimime ndërmjet veti. Dhe fatkeqësisht bordi i OSHP-s, domethënë nuk ka qenë funksional deri tash dhe si rezultat pikërisht i kësaj ne kemi mjet peng edhe vitin e kaluar, mos të bënim një thjesht një kontratë ta quaj kështu 3 mujore, domethënë të negociume, na do të mëshin të pacientët pa këto shërbime, sidomos të hormonët të gjendrës tiroide që janë jashtëzakonisht shumë të kërkuara dhe statusin hormonal dhe tumor marker që janë shumë të rëndësishme për Institutin e Onkologjisë. Për momentin, domethënë kryesisht, domethënë jemi duke bërë analizat biokimike, hematologjike, realisht jemi në përgatitje sipër. Fillojmë me analizat për herë të parë në Kosovë. Domethënë kemi arrit bashkë me ekipin këtu, thjesht kolegjumen dhe me përkrajen normal të drejtorit në kontekst të kësaj që të sëmundjet autoimune, domethënë reagent që do të detektojnë fakt problemet nga aspekti autoimun. Po ashtu jemi në përgatitje sipër fakt për me fillu edhe me faktorët e koagulimit, që realisht për herë të parë prapë rikthehen në klinikën e biokimisë, se nuk janë punuar, kryesisht ka pas raste kur janë punuar në transfuzion, domethënë të gjakut, edhe pse ajo është pjesë e natyrës të profesionit tonë. Përveç këtyre shërbimeve, pritet që shumë shpejt të fillohet edhe me realizimin e analizave të reja që nuk janë bërë më herët në laboratorin e kësaj klinike. Unë besoj që shumë shpejt, besoj tashti nuk mëj me thonë me datë, por unë besoj që brenda një muaj, besoj që do të duhet të fillonim. Besa po duhet me thonë edhe për herë të parë edhe për juve, fakt që ndoshta do të fillojmë edhe me alkoolin e gjak, i cili fakt deri tash me gjithë këto ndeshje të komunikacionit që shkaktohen, kryesisht analiza është bërë përmes tullumbacit, që nuk është vlera e njëjtë, dhe realisht duke pas pasojat, domethënë që mund mi hin hak ndoshta shoferave, ndoshta edhe këmbësorëve, që në këtë raste mund me konë ndikimin e alkoolit, fakt po dhe i vyn edhe hetusis, edhe pse mjekësia ligjore në rast kur ka kërkuar prokurori ka bërë alkoolin e gjak, mirë po nuk është bërë si analizë rutinore që mundet patjetër më bë, edhe kjo do t'jetë njëre prej fokusimit tim, domethënë me kolegë këtu brenda, domethënë në klinikës së biokimisë, dhe besoj që edhe ato brenda kësaj periudhe kohore do të fillojnë.
Drejtori i klinikës së biokimisë ka edhe një kërkesë për Ministrinë e Shëndetësisë. Diagnostikës t'i kushtohet një rëndësi shumë më të madhe për shkak se diagnostika, në këtë rast po flas për mjekësinë laboratorike ku jemi na, nuk do të thotë që faktikisht vetëm që të kontrollon, për arsye se rolin është të marrë mjekësia laboratorike edhe rolin preventiv, do të thonë thjesht që parandalues. Dhe në këtë rast do të ishte shumë e mirë sikur të furnizohej me aparaturë më të sofistikume, që fatkeqësisht këtë drejtim klinika biokimisë ka qenë shumë e madhe, sa i përket mos me konë ndonjë donacion që fakt është dhënë nga operatorët që kanë pas, domethënë thjesht të nderin, sa i përket aparaturave, sinqerisht po them, kemi qenë të kufizuar shumë. Bile konsiderojmë ende se duke pas fluksin e punës që mashtrujt pyetjet, realisht ka ditë që sidomos kemi dikon gati çdo ditë, po them tash mesatarën nëse flasëm, për 24 orë i kemi dikon mbi 4.000-5.000 analiza. Dhe nëse flasëm tash me pacienta, do më thonë atalin pacienta dikon mi pas me siguri 1.300-400, po flas me njësinë varse të emergjencës. Nuk janë të ralla rastet kur laboratori kësaj klinike përballet edhe me mungesë të stafit. Unë kërkesën e kom bërë për 20 teknik laboratori, që kam nevojë, patjetër, për mi delegu jo vetëm në klinikën e biokimisë, por edhe njësitë varse në për këto. Sa i përket numrit konkret, se është shumë me rëndësi, ndoshta me përmend me krahasu, sinqerisht po them që në klinikën e biokimisë mjekësore jashtëzakonisht bëhet një punë shumë vëllëmore dhe unë nuk kam përtu kur që t'i falenderoj gjithë kolegët publikisht për angazhimin dhe punën dhe mundjen dhe sakrificën që kanë bërë brenda kësaj periudhe kohore dhe që vazhdojnë. Fakt se në periudhën kur ishte në kulm pandemia, kanë ditë nështë edhe më vënu edhe me jashtë orarit të punës vetëm për me kry shërbime pacientëve. Pas kërkesës drejtuar më shës, drejtori Veseli kërkan që t'i kushtohet më shumë rëndësi mjekësisë laboratorike. Sa i përket mjekësisë laboratorike, do të ende me punuar dhe me investuar dhe me na përkra për arsye se këtu zbulohen sëmundjet. Fakt, pa diagnostik, në këtë rast mjekësinë laboratorike dhe imazherin, nuk mund kolegët me ecë përpara, nuk mund me dhënë kaje ndash çështjeve patologjike, ndash atyre fiziologjike të pacientëve. Prandaj unë gjithmonë kam apeluar dhe apeloj me qëllimin më të mirë, domethënë thjesht që do t'i përkushtohet dhe për mu konsideroj që do t'jetë aparatura më sofistikuar. Po a ka listë të pritjes në këtë klinikë dhe si realizohen analizat në bazë të rasteve dhe urgjencës së tyre, duke qenë se sipas drejtorit këto realizohen deri në 5.000 analiza brenda një dite. Them të drejtën, na këto nuk kemi ndonjë listë pritse, në kuptimin asaj sikur që janë ndo klinika se çdo send që kemi pas, domethënë na nuk kemi kursyer. Normalisht ka njerë kur ka qenë Covidi, ka qenë një periudhë kohore kur të është dashur me llogarit, domethënë se në këtë periudhë kohore ka qenë shumë vështirë me bë planifikim. Se nuk e ke ditë kohën edhe rrjedhën si po merr pandemia. As më shumë kur kanë pyetje detimeri për shembull, dhe kur ka pas mungesë në tërë botën sa i përket reagentëve, kemi qenë edhe na të cungur dhe të kufizuar dhe nganjëherë domethënë është dashur domethënë patjetër që pacientët ambulantor mos mund t'ju kryjnë për shkak se këtu janë kanë pacientë të vështirë kur kanë luftuar për vdekje a jetë. Për më tepër, Dr. Veseli tregon edhe arsyet sepse një numër i madh i analizave asnjëherë nuk janë kryer në klinikën e biokimisë në QKUK. Është një numër jashtëzakonisht shumë i madh i analizave të cilat ne kurrë ende se kemi kryer dhe fillojmë. Domethënë, i kemi edhe rastet për shembull kur mirë është na jemi të gatshëm, qofse përkra ka një kosto, na përkra Ministria e Shëndetësisë me buxhet, të fillojmë edhe për sindromin Down, thjesht për disa, domethënë për autizëm, edhe disa për shembull që janë sëmundje jashtëzakonisht specifike, ato me nevoja të veçanta dhe që t'ju kryet. Po cili është shërbimi më i ri i cili pritet të fillojë të realizohet në këtë klinikë? Jemi duke biseduar edhe për një shërbim të ri që konsideroj që patjetër duhet me fillu flukcitometria, domethënë thjesht përcaktimin e llojeve të leukemive duke pas për bazë sidomos domethënë moshat e reja që i ka godit goxha shumë pas luftës këndej, që ka vend për të hulumtuar, cilat janë shkaktar, domethënë,
që fakt punohet këtu, mos shkohen analizat sikur deri në një periudhë kohore tash që në mënyrë humane na i ka kryer Graz në Austri, ku e ka qenë pediatria, sidomos hematoonkologjia, dhe të blehet domethënë një aparat, realisht bëhet trajnimi i kolegëve, që është pjesë e fakte e Jonja, bashkëpunim me hematolog, dhe fakt që ato të kryejnë këto analiza, domethënë këto. E rubrika e përjafshme mbi edukimin shëndetësor e realizuar në Kolegjin Univerzum këtë javë na sjell aplikimin e teknologjisë virtual reality në kuadër të ligjëratave mbi sistemin osteomuskular. Shohim bashkë. Përmes njërës nga teknologjitë e fjalës së fundit, përkatësisht virtual reality, studentët e Kolegjit Univerzum kanë mundësinë që të shohin e mësojnë anatominë e njeriut në formatin 3D, kjo në kuadër të programeve në fushën e mjekësisë. Profesori i kësaj lënde, Dr. Edenja Shari, tregon për përparësitë që ofron kjo pajisje në mësimdhënie nga ana e studentëve. Pajisja VR në Kolegjin Univerzum ka filluar me përdorë në vitin 2017 dhe nga ajo kohë përdoret nga të gjitha departamentet të cilat i ofron ky kolegj, sidomos në departamentin e shkencave mjekësore, në degën e infermierisë, por edhe në degë tjera përdoret në masë të madhe, për arsye se studentët kanë mundësi me i pa të gjitha strukturat anatomike në formë 3D dhe nuk kemi nevojë të jemi të pajisur me mollazha tradicionale, të cilat realisht përdoren ende nga institucionet të cilat kanë ngjecje në digitalizim. Pajisja e institucionit me virtual reality, pra me VR, është avantazh shumë i madh në krahasim me institucionet të cilat nuk e kanë këtë pajisje, sepse nuk nevojitet hapësirë shumë e madhe me i zhvillu këto praktika. Nuk ka nevojë që të kemi mollazha tradicionale, nga kalume, nuk ka nevojë të ketë diseksione, nuk ka nevojë të ketë formacione të ndryshme gjatë studimit dhe analizimit të strukturave anatomike, por të gjitha janë të përfshira në laptop, në syzet 3D dhe në joystick. E se çka kanë mundësi studentët të mësojnë përmes kësaj pajisjeje e kuptojmë në vazhdim. Me anë të pajisjes VR, studentët kanë mundësi me e përzgjedh një sistem të cilin duan të analizojnë dhe të studiojnë, dhe pastaj pjesët e atij sistemi munden me pa nga afër, munden me pa relacionin në mes të strukturave anatomike, por gjithashtu munden me izolu pjesë të tjera dhe munden me përqendru vetëm te një organ, një end apo një muskul i caktuar. Është shumë avantazh i madh me e pa edhe me kuptuar raportin normal të strukturave tek trupi i njerit. Po ashtu, përmes kësaj teknologjie të avancuar, studentët mund të shohin në 3D dhe sistemin osteomuskular, për të cilin edhe mësuan gjatë kësaj ligjërate. Në modulin e sistemit osteomuskular apo në javën kur ne ligjërojmë sistemin osteomuskular, studentët kanë mundësi që të njohin nga afër me strukturat të cilat e përfshin këtë sistem, e ato janë muskujt, janë kockat, janë ligamentet, tendinët dhe nyjet. Studentët gjatë kësaj ligjërate kanë mundësi me i pa edhe me analizu ngjitjet e muskujve, kanë mundësi me i pa dhe me analizu funksionet e këtyre muskujve, por gjithashtu kanë mundësi me i studiu strukturat oseale ose të kockave të cilat gjenden në trupin e njerit. Dhe jo vetëm. Po, çka është sistemi osteomuskular? Sistemi osteomuskular është sistem i cili i përfshin muskujt, ligamentet, kockat, tendinat dhe nyjet. Pra është analizimi i sistemit lokomotor apo sistemit të lëvizjes dhe por jo vetëm. Profesorja Shari tregon edhe se ahasi në vështirësi sa i përket sigurimit të literaturës adekuate dhe të mjaftueshme në gjuhën shqipe për lëndën e anatomisë. Literatura fatmirësisht është e mjaftueshme në gjuhët e tjera, fatkeqësisht jo shumë e mjaftueshme në gjuhën shqipe, por shumica studentëve tanë kanë njohuri të mira të gjuhëve të huaja, në këtë rast të gjuhës angleze, prandaj sigurimi i literaturës nuk është ndonjë problem madhor. Edhe studentët shprehen të jetë entuziastë që kanë mundësi që sistemet të ndryshme në organizmin e njeriut të shohin në versionin 3D përmes pajisjes VR.
Unë mendoj se pjesa praktikës me këtë instrument është më e lehtë për krejt studentat, sepse na mundna me pa pacientin, ma afër mi pa organet, qelizat e pacientit, ndërsa më herët ka qenë më e vështirë, për shembull, ku nuk kam pa vetëm slajde dhe ka qenë më e vështirë për studenta. Virtual reality na mundëson të shohim strukturat anatomike në versionin 3D, gjë që lehtëson edhe kupton lëndën e anatomisë. Të nderuar shikues të emisionit Doktor Plus, ishte ky materiali i fundit i përgatitur për këtë edicion të emisionit ton. Gjitha materialet i gjeni të publikuara si gjithmonë në kuadër të kanalit zyrtar të gazetës Infokus në YouTube, e patjetër edhe në faqen tonë zyrtare në Facebook, e cila është e hapur për çdo koment, sugjerim apo informacion nga ana juaj. Deri të dielën tjetër, ju uroj shëndet dhe javë të mbarë. Është i njohur si emër dhe punon në 7 ditë të javës. Është Laboratori Oliv. Ju mirëpret çdo ditë nga ora 7 deri ora 20. Në Oliv kryen të gjitha llojet e analizave të gjakut përmes aparaturave më moderne dhe stafit më profesional. Jemi në laboratorin më modern në Kosovë. Ky është Laboratori Oliv. Beso në më të mirët. Oliv. Universum po vjen me shumë programe të reja. Infermieri, fizioterapi, estetik dhe higjien dentare, dizajn grafik, dizajn mode, gazetari digitale, siguri kibernetike, shkenca kompjuterike, biznes dhe menaxhment, juridik, shkenca politike, gjuhë angleze, gjuhë gjermane. Apliko online për studime. Universum, universi mundësive.